Ky emision mundësohet nga Emona Brand, Patos, Ujë Rrugove dhe Shkolla Finlandeze. There he goes again, he looks so Emona Brand, dhurata më e mirë për fundvit. E pash nëndër, prap. Hala mirë pa ushtri. Veç janë nisa me i nëndër. Patosa e drift. Unë direkt e Rushi. Zhurma e motorit, Madridi krejt trupin. Shumë Porsche ëndër ti. Brenda çdo paketimi e gjeni një kupon, ku duhet ta skenoni kodin përmes aplikacionit dhe të fitoni mijëra shpërblime. Në fund, futeni në garë për të fituar Porsche 911 Oldtimer dhe Porsche 911 2025. Sot, tradita vazhdojnë, produkte 100% natyrale. Rrugove. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës. Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Dukagjini, mirë se po takohemi edhe sot në kuadër të emisionit fundjavë, muaj dhjetor, muaj festash, ku po e shohim që edhe në studio ka filluar ajo fryma festive dhe festat e fundvitit, të cilat të gjithë mezi i presim. Po juftoj të qëndroni bashkë me ne si gjithmonë për orë të tëra me biseda në studio dhe kronika të përgatitura nga tereni. Këtë fundjavë po e fillojmë bashkë me aktorën e mirënjohur Sheqeria Buçaj. Të dashur shikues, si që dhe e ceka pak më parë, këtë fundjavë po e fillojmë me një bisedë në studio, por fillimisht është koha të falenderojmë një ndër partnerët e emisionit ton, Emona Brand, një nga emrat më të besueshëm në tregun e produkteve të çajit në Kosovë, dhe tash po vjen me një lojë shumë të ngrohtë të dimrit, loja shpërblyese me çajin e zemrës. Një mënyrë e bukur për të falenderuar konsumatorët besnik që zgjedhin shijen dhe traditën e çajit të zi Emona. Çdo paketim i blerë i çajit të zi Emona është një mundësi e re për të fituar super shpërblime. E nëpërmjet kësaj loje, Emona Brand thekson vlerat e besueshmërisë, cilësisë dhe traditës së kultivuar ndër vite, duke e kthyer konsumimin e çajit në një përvojë të këndshme dhe potencialisht fituese. E këtë sezon Emona Brand dhuron disa prej shpërblimeve më të dëshiruara: iPhone 17, Apple Watch, trotinet elektrik, para cash, voucher derivate në vlerë 50 euro, si dhe pako çaji Emona. Sa më shumë blerje, aq më shumë mundësi për të fituar. E pjesëmarrja në lojë është shumë e thjeshtë, e shpejtë dhe plotësisht digjitale. Konsumatorët mjafton të ndjekin këto hapa, të hyjnë në platformën zyrtare luajmezemër.com, të plotësojnë emrin, mbiemrin dhe numrin kontaktues për identifikim, të ngarkojnë fotografinë e faturës ku shihet blerja e produktit çaji i zi Emona, ndërsa pastaj pas ngarkimit të faturës, konsumatori regjistrohet automatikisht në lojë dhe përfiton menjëherë një mundësi për të qenë fitues. Emona Brand ju uron fat të gjithë pjesëmarrësve në lojë. E falenderojmë edhe një herë Emona Brand që është pjesë e jona, ne po vazhdojmë tutje me një bisedë në studio ku kam kënaqësinë shumë të madhe që sot të kem të ftuar aktorën e mirënjohur zonjë Sheqeria Buçaj. Mirë se erdhë, shumë kënaqësi t'ju kemi sot në studio. Mirë se gjeta, mirë se ju gjeta. Të flasim sot shumë çka, një karrierë e bujshme, shumë vjeçare. Përvoja të shumta, organizime të shumta, kështu që po besoj që në këtë fundjavë kemi shumë se çka me diskutu. Po,
është bëhet gati një gjysmë shekulli, edhe 2-3 vjetë. Në kuptimin dikun 30 vjetë karrierë, edhe punë e pandalshme, në multitask. Dhe më thonë punë si aktore, si në organizimet në festit, mandej në shpe me vajzat, si bashorte, si nanë, si krejt gratë në kuptimin e mirë të fjales. Është një punë që vazhdon me qenë intenzive, edhe pse ka njerë menoj që duhet me undalë, me këqyrë mrapa, qka ka shku, qka mundëm me ba, qka mos jam hargju. Po, mendoj që sa ma shumë që po arri në pjekuri, mendoj që dia dhe artin përgjithsi nuk ka fund e mira, perfekcioni. Edhe nuk normal që s'mundemi me arrit perfekcion. Po është ajo ndjenja edhe përgjithësia se çka duhet mi ofru publikut. Sidomos në këtë kohë kur jemi të bombardum prej teknologjisë dhe prej mira lajmeve të ndryshme brenda ditës, ku njeriu është nuk e din as ku e ka kryt prej dhe si me shpëtu artin, edhe një lajm të mirë, apo një shfaqje të mirë, apo një film të mirë që njerëz me i bon për me arë me pa, dhe me mësu prej ti, apo diçka. Përderisa ju tashe 30 vite më shumë karrierë që i përmendët, jeni mundu gjithmonë edhe për të mirën e publikus që cekët për me ju servu atyre diçka të bukur, po keni marrë një reagim të tillë themi edhe prej publikut. Kanë qenë gjithmonë besnik në këtë pjesë. Po, gjithmonë ata që vinë në teatr, sepse unë jam ma shumë aktore teatri dhe filmit, po nuk jam shumë ekspozume në media në kuptimin e show, emisioneve apo serialeve, sepse kom kriju një identitet temin kryus në kuptimin e mirë që kjo është dhe njeriu gjithmonë se cili prej nesh është për diçka. Nuk mundemi më përhapë në shumë gjana, cilat mendon që nuk je i mirë, sidomos skena. Për mu skena është shumë e shenjtë. Edhe çdo dalje para publikut është përgjegjësi e madhe. Nuk mundesh ti me u sjell si sillesh në shtëpi. Kur momenti që del para publikut, na bajmë provat shumëta për me kriju atë personazh. Po në kuptimin tash edhe këtu ku jam para jush, kur shohin shumë njerëz, duhet përgjegjësi e madhe për atë që flet. Duhet me mendu shumë herë për atë që flet, sepse është përgjegjësi. Edhe menoj që publiku gjithmonë ta kthen ajo çka ti ofron atij, ai ta kthen me atë. Nuk mundet publiku me ta kthy ndryshe. Ajo shumë i mençëm, publiku në përgjithësi edhe njerëz te na, ata që vinë sidomos në teatr dhe që e përcjellin artin, s'po du me i tashme e thonë që tjertë nuk janë, që nuk shkojnë, është mundësia e tillë, se cili që ka mundësi me shku në teatr, është mirë, sepse ka me u zhvillu, me pas një ndjenjë veçantë për atë kohë sa është në teatr. Edhe publiku mundet me ta kthy me një duar trokitje të fortë, ai nuk tren. Nëse ti ke ofru një emocion të fortë, ai ta kthen me duar trokitje të fortë. Nëse i ke ofru një emocion të ftoftë, ai ta kthen me një duar trokitje të ftoftë. Kjo është. Unë vazhdimisht, nuk do më thonë që gjithmonë njerë se nuk jam shumë aktive në të rrjetet sociale. Ajo që ka kom ba, gjithmonë është i përdori për të mirë, për karrierë. Dhe benoj që kjo ishtë dash kështu me u përdorë rrjetet sociale. Gjithmonë me ofru lajme të mira. Edhe ato për me promovu, jo veten, për artin përgjithësi. I treguat atë pjesën e reagimit se si e kuptoni jo ta gjuhën, ndërsa që e keni mes aktorëve në përgjithësi në skenë dhe publikut, po ka qenë vështirë për juve me kriju një karrierë kaq të respektueshme dhe që gjithmonë jeni mundu me mbajt atë identitetin që e keni kriju dhe po besoj ju ka dashur vite me kriju. Po, duhet me kriju, duhet vite dhe duhet fillimi është shumë me rëndësi. Si e fillon? Ashtu që thojmë, dita e mi shihet në mëngjes. Ti kujtojmë pak si kanë qenë? Po, unë si studente, me njerë kom pas shumë ushtrime që kanë pas një mrenda një temë si tragjike pak dhe komike një të kohë, si groteske. Edhe shumë njerës kanë mendu që do ta zhvilloj veten ka komedia.
Po mandej e kom gjetë një profil që është gjithmonë personazhet e mia janë pak tragjike, po të njëjtën kohë pak groteske. Që nuk është e keqe, është shumë e mirë. Edhe shfaqja ime e parë ka qenë shfaqja e fundit në teatrin kombëtar nga Fadil Hysaj, edhe ka qenë një shfaqje me temë nga lufta, po kam pas një clown aty që tërkohën ka qenë një lloj maratone, është edhe me fizikus është dash me qenë shumë në atë kohë kam ushtruar edhe balet një kohë për 5 vite me ata të baletit, kështu si për qef. Edhe se ka qenë për mua shumë me rëndësi mendja dhe trupi, kam shumë bashkë, nuk muj me frymu pa këto dyja. Më thonë, nëse jam fizikisht keq, nuk muj me qenë as në mendje mirë dhe shpirtnisht, kuptohet shpirtnorja. Po, thjesht, ka fillu aty, edhe ai rol është shmu shumë për njerëzve. Ka qenë shumë e rëndësi për mu, kur kom performu për herë parë në teatr kombëtar, në 2000 më duket. Sigurisht para si studente kom pasun gjatë luftës, po ka qenë ajo periudha e luftës 98, 99, që jemi gjinda, ashtu si kemi mujt, krejt. Po, kom performu me shumë gjenerata aty. Edhe ajo i kujtoj krejt aktorët që tash nuk janë mo, shumë kanë ndru jetë, që kanë qenë doajen teatrit, dhe deri te unë që kam qenë ma e reja. Edhe hyrja në garderob ka qenë një lloj rituali, kemi pas qetësi o dash në hyrë nga dalë, kur ke prova, kur është shfaqja, kur tash sikur krejt ato tash është një lloj tjetër, dhe më thonë, këta të rinjt janë ma, se di, e kanë atë fokusin ma të shpërqëndrum. Na, për shembull, unë kur punoj, jam shumë e koncentrume në ato që baj. Nuk e telefonin muj, kur jam prova, nuk e shofare për orë tona, nuk e marrë me vete heq. Tash ta të rinjt, mesoj, janë shumë atë, kanë telefonin dorë, dalin me telefon, janë edhe në prova rinë me telefon me okej, s'po e thamë, s'po e gjykoj që është keq, sigurisht, se cili e ka metodën e vetë punës. Absolutisht, unë e kam metodën time. Edhe i qëndroj besnike, edhe sikur teknologjia të shkoj ku me ditë ku, unë e përdori teknologjinë, sigurisht, sepse pa të s'kemi kur gjë. Po, e përdori për mirë. Edhe menoj që sa ma pak shpërqëndrim, kështu i mësoj edhe vajzat e mia, kemi sukses në punën që e bojmë. Sepse duhet fokus i madh në ato që banë. Për ato momente, unë jam këtu me ty, 100%. Sa të mbaroj, dalë dikon tjetër. Po e shohim një fotografi shumë të bukur dhe me sa duket është para shumë vitesh, a? Shumë vite, ku e pas ki gjithë. Klasa ime këto që provat janë, 2 nuk janë, Abi nuk shiqi, edhe profen Ver Petrovci, Fadili në mes. Klasa ime edhe këta janë shumë jashtë, është Shpend Zani që është në Amerikë, një aktor fantastik, New York. Kushtrim Hoxha, gjithi kam pasën klasë, Losa, shumë janë kritë, gjysma janë jashtë. Arjeta, Platori, Blerimi, Shpëtimi. E unë kjo me gjata. Abi nuk shiqi, ka qenë kam vujtë shumë kur ka vdek kë njeri, kë profesor jashtë zakonshëm. Më ka jap lojra skenike dhe lëvizje skenike, 2 landë kyqe, edhe kam qenë shumë, e kam respektu shumë dhe kam qenë shumë e respektu me njëkohësisht prej tij. Thjesht kam vujtë shumë kur ka vdek Abi. Ka qenë një zbrastie e madhe, ka qenë një njeri jashtë zakonshëm, po ashtu edhe në veri. Le kam një storje të shkurt me Enver Petrovci, me shumë qef. Në vitin e fundit, në diksion, se Enveri na ka dhënë diksion, Fadili aktrem, edhe disa lanë tjera regji dhe dramaturgji diçka, nuk e di. Edhe Enveri më tha, i bëm poezit, i lidhëm një lloj si dramaturgjie, edhe japëm një formë. Edhe në fund, po thot kush e ka bon këte, ishim në fund vitit 3, me njerë sa po mbaroj lufta, në 99, kur u këthym, se në vit 4 kom qenë atëherë. Edhe ata të klasës po thojnë, sheqeria e dha idenë që mi. Tha, du me ta qitë 12-she. Edhe ma vnoj në indeks në utëm 12-she.
Indeks. Në indeks, mandej unë kisha problem me ata të administratës, sepse kjo s'ban, dasht me ndru, me mani tjetër. Prej respektit tepër, të? Po, nuk muj me të vlerësu tha me veçe. Dhe më thonë, duna 12 me ta qitë. Je shumë e mirë, fjallët e ti janë to. Edhe tash kalon një zbrasti shumë të madhe edhe profa e verë. Edhe njerëz po na shkojnë shumë shpejt, edhe mshme. Pikërisht me shumë persona ndoshta edhe në këtë fotografi që i pat, fatkeqësisht nuk jetojnë më. Kështu që sot për atë arsye ndoshta edhe ato vitet e studimeve mbesin për juve kështu shumë të arta, apo jo? Po na kemi mësuar në për shtëpia, ka qenë Kairos aty nën Kulm. Vete kemi fshinja të hapësira aty, i shkonshim ato tepihat, kemi nejt me orë tona. Unë kam marrë në ligjërata në ora 8 fillojsha dhe shkojsha në mbrëmje në shtëpi, më thonë mas orës 9, 12 orë gati. Pauza, ushqeshim në jashtë. Po, një punë e jashtëzakonshme. Ka qenë një punë me shumë përqëndrim, me shumë fokus, me shumë dashni. Edhe kemi pas kohë për një tjetrin ma shumë. Nuk e di, tash është ndrimi madhi. Do më thonë, 2 dekada kanë kalunën, jam gjeneratën 96, 97, dhe 99 kom përfundu studimet, 2000. E këto, family, Fadili, unë në Kukaja, po, edhe vlau i Fadilit Ilazi, është, a i jeton në Francë, është doktor, edhe e kam shumë, jo veç vlau i Fadilit, por e kam shumë mekë dhe shumë shok, është njeri i jashtëzakonshëm. Primo, Vlora, Primo Shlafo, dhe kë njeri i jashtëzakonshëm. To janë pjesë të etnofesit, sigurisht Vlora. Po, të tasim pak për etnofesit, për shkak që edhe më herët e përmendët që multitask, keni qenë gjatë tërë kohës. Po, unë jam kështu në kuptimin e mirë të fjallës, dhe më thonë jam një vend, dhe pastaj jam edhe në 5 vendet tjera në kuptimin që punë, ka shumë punë. Ka qenë një gjatë etnofestit, jo këtë etnofest, por etnofestin e kalum nëse nuk të ndërpreva, të vazhdoj. Mario Biagjini është një pasazh si Grotovskit, kam bajt një laborator, vitin e kalum, besoj ju keni qenë, keni përcjellët në fest. Edhe mungoj një aktor dhe unë duhej pa tjetër me qenë, me zëvendësu në atë laboratorin që e bante ato ditë, për dikun në 8 ditë ka zgjatë. Edhe i thash, Mario, jam shumë e ngarkume, kam shumë punë, kam 2 shfaqe që duhet me i lujt me të në pes, kam edhe shumë organizim të hatashëm edhe duna me qenë, dhe më thonë, në 5 vendet një të në ko, edhe e theke, s'kom pa një person në 5 vendet një të në ko, po e përqëndrume. Po, për shkak që ndoshta jeni rritur, apo jo, në një familje ku është ruajtur dhe vlerësuar shumë tradita shqiptare. Ka qenë kjo një ndër themi ato elementet kryesore që pastaj ju ka shtyr që dhe me bësh shumë për etnofestin tash e shumë vite? Në fakt, jo, po besoj po, unë jam rrit me një familje të tillë, edhe besoj se cili prej nesh rritet me një edukat familjare edhe. Po jo, kjo s'ka qenë që shkas për atë. Na ka qenë thjesht, na me Fadilin kemi marrë një shtëpi atje në vitin 2009, edhe kemi dash me shku me jetu për qef, për veten tonë. Edhe fillum një jetë re, edhe me shku Bisli Muçaj xhironte një film atje, edhe i tha Fadilit, është një vend, një katon që thjesht gati i braktisun, edhe shku me pa atë vend, e morëm atë shtëpi aty, edhe faktikisht ajo ka qenë e zbrast, komplet tash, etnokompleksi, ka qenë vetëm me një shtëpi me bloka ka qenë, ajo shtëpi ku jemi tash. Edhe na, vit pas viti, dit pas dite, muj pas muj, e fillu me ndërtu ma atë vend. Edhe i solëm gjitha me këto hambar, kosha, gjona, cilët njerëz dojshin me i hudh. I kemi grumbullu gati në gjitha trevat të Kosovës, mande i kemi kriju një muze etnografik. Dhe më thonë, kjo ka qenë fillimisht ideja jonë që na kemi shku për veten tonë me jetu. Mande ideja Fadil ka qenë një farë pjesë aty ku punojshim me një bager, edhe më tha Fadili, apo del poshtë me thonë një monolog, edhe tha pas ka akustik. Akustik është kjo që ka dëgjohet zoni shumë mirë, për teatr është fenomenal, edhe kishte aty një akustik organike në tash në etnokompleksin në Kukaj, etnofest. Edhe kështu ka fillu.
edhe mandej, si jemi ndalë, ky është, ka qenë ahër. Ahër, edhe bilja i pronari që i ka thonë Fadil pse s'pe prish këtë ahurin edhe me maru shpinë. Me vesh me gurë, se tash e kemi të vesh me gurë, tha, jo, tha, nuk e prish unë, a do në me bon teatr, i tha. Edhe kjo ka qenë mandej edhe ideja, sepse gjithmonë idetë lindin prej biseda, prej gjonave të vogla nga njerë, edhe bohan idetë mdhaja. Do të pas ka qenë shumë spontane. Po, kur realizohen, atëherë është mrekulli. Ky tash është një jetë në teatr, këtu e kemi fillu, ka fillu në 2009, Iliriana Arifi dhe Arta Arifi, cilat janë tash kanë kriju dhe ato një kompleks të jashtëzakonshëm, Serpentin që quhet. Edhe këtu kemi fillu me shfaqjen e parë Darda Mazbunari. Bile kam qenë shtatzane dhe në vajzën e madhe tash Moira që është. Edhe këtu ka fillu gjithçka. Kjo është ekspozit, kjo qenë ka e Abdurrahim Buzës në 2015, po. Po pastaj ky ka thjesht e ndron destinacionin, përdoret për shumë gjana. Një vit mundet mu përdor për shfaqje, vitin tjetër për ekspozita, për biseda, po ka qenë ahër. Përmende që s'ka pas edhe banor për rreth shumë dhe thuaj se asgjë sot si qëndrëm fshati Kukaj? Mirë shumë, do më thonë kanë ardhur njerëz tjerë, ka dhe disa vendas që i kanë majtë shtëpiat e tyne, do më thonë vinë gjatë verës, po kryesisht kanë ardhur tash artista edhe prapë është fshat i vogël, po në krahasim me që ka qenë gati i praktisur, me një familje 2 rezidente, tash janë njerëz që kanë ndërtu shtëpi modeste për veten e tyne dhe po ashtu tash fshati Kukaj është veç një fshat që është vizitohet prej gjithë prej turistave, prej njerëzve dhe ndodhin aktivitete edhe tjera, jo veç etnofesti, po etnofesti është ai në fakt që e ka kriju fshatin Kukaj, sepse ka qenë një fshat si gjitha fshatrat nëpër Kosovë që janë super bukura, të mira, po mbesin dikun anonime, sepse duhet me ndodh diçka, nuk mjafton ti me një vend, me një fshat, me bën vetëm ndërtime. Ato duhet të kenë kuptim, që njerëz me shku, mundesh me pa një ndërtim, po çka? A ndodh diçka aty? Do thonë, kjo besoj që do të me qenë fokusi edhe për Kosovën, përgjithësi për fshatrat, që njerëz me ndërtu rrugët, shumë mirë që mundesh me shku në për fshatra, po të njëjtën kohë aty duhet me ndodh diçka. Me pas arsye me shku. Pra do thot krejt, ndoshta shkuar e juaj e parë atje, ka qenë pikrisht për qefin tuaj, apo jo, të gjeni pak qetësi në fshat dhe... Thjesht me shku me jetu, me u largu pak prej qytetit. Kjo ka qenë ideja, edhe sepse fshati Kukaj është shumë afër, 30 minuta, dhe kjo ka qenë ideja. Thjesht veç me shku me jetu, me u largu, me jetu shëndetshëm, edhe puna jonë është pak është e mbyllur në teatr, ajri nuk është i mirë, edhe rreze dielli ka shumë pak, edhe kishim nevojë në kohën kur sjemi brenda, me shku jashtë dikun, edhe kjo ka qenë, po mandej na shkum, erdhen edhe gjithë njerëz tjerë. Na u largum, po erdhen tjerë. Për shkak se përmendëm edhe rritjen në frymën e traditave shqiptare, kthehemi pak tek fëmijëria juaj. Për shkak se përmendet më herët edhe baletin, pjesën e studimeve në vitin 96-99, që po kthehemi edhe më pas në kohë. Po na kemi qenë një familje e madhe. Po menoj kemi qenë 8 fëmijë. Baba im ka qenë njëri filozofi odave. Për menimin tem menoj që kohëve të fundit tu jarman mosh, e shoh veten tuj që kam të trashëgu me gjana ti të cilat kam qef shumë, sepse ka qenë për mu person që e kam adhuru. Për mënyrën e ti, për njeri që ka pajtu shumë njerëz nga tresa dhe e mbaj mend si fëmija i ka nejt me vinte shumë vonë natën edhe gjithmonë nuk e kuptoja pse. Ma vone e kam marrë vesh që ai rinte në për oda me njerëz, tu i pajtu njerëz, tu i bisedu me njerëz, për nga tresat që në ato vite ka pas shumë njerëz, po dhe tash ka, tash ka ndru, po është Facebooku ai që njerëz përlahen aty edhe e merr fjalën gjithkush për me fol. Atëherë ka pas rend, ai që nuk ka pas çka me thonë, nuk mundet me fol. Ka qenë te dera, ka dëgju atë që është në krye të gjakut, derisa ka ardhur momenti që ai mundet me thonë diçka. Tash
nuk e di, Umberto Eco ishte një shkrim I tij, tash thot, tash u është dhënë të gjithëve, se s'po du me ofendu kërkend, po ju është dhënë të gjithëve mundësia me shajt, mlef, urrejtje, sa keq që u zbulu ky Facebooku. Thot Eco, prandaj unë nuk hy, thot aty. Është një gjeni I shekullit. Edhe unë kam mundu edhe në punën time, ku jam në ekip, kur punojmë na si aktor, gjithmonë munona që edhe sendet e vogla, sepse gjithmonë ka nga tresa. Ju thom njerëzve, mos I rritni sendet e vogla. Sendet e vogla zvogloni edhe ma shumë, e të mdhajat bëni pak ma të vogla. Edhe mandej është paqe, s'ki si konflikt. Po mandej, si e përmenda, ishim 8 fëmijë, kom qenë ma e vogla, dhe gjithmonë kom pas qef mu bë aktore, po dalë prap tash në fillim. Edhe normal që s'ma kanë prish, edhe pse shumica familjes thoshin duhesh mu bë mjeke, se je shumë tonë se e mire, s'kisha dëshirë, ish dy botat kundërta, mjekësia edhe arti. Edhe mandej kemi pas vllau im shkojnë luft, është dëshmor, Afrim Buçaj. Motra ime pati një smundje shumë të rëndë, vdiq shumë e re, kemi mbet tash 6 fëmijë, janë të shpërndarë edhe ata. E këto është vllau, po vllau im, Afrimi, ka qenë më I madh I familjes. Unë jam këtu, kjo është një foto, që nështë aja vlen nëse kemi kohë me përmend, është një historie e kësaj foto që kemi qenë dikun post-bloqe atëherë ka pasur, kom jetu te motra gjatë studimeve në Fushë Kosovë. Edhe vllau ka qenë Luzhnit si ushtar, ka qenë zëvendës komandanti Kumanovës, edhe ka dalë me na prit aty për me dalë, sepse post-bloqe kishte shumë në Komorane në Lapushnik, edhe nuk mundeshim me kalua nej, me shku në Ladroc, është vendlindja janë. Edhe ka dalë me na prit aty për me na quka Sodllari, ka qenë ajo pjesa që në atë kohë e kontrollonte UÇK-ja. E masi kemi shpëtu prej një post-bloku, ku unë I pata marrë librat e mia krejt, edhe ajo shtari I shfletoj ato dhe tha çka janë këto me gjujti për ftyrë, edhe bile motra ime e madhe që janë fëmijët e saj këto, tha që çka I ke marrë këto libra, edhe unë I pata marrë dhe ato më kanë shpëtu se shtëpia e motrës u kallë në Fushë Kosovë. E kjo është foto që nuk e dija kom pa dhe një herë prej kësaj foto vllaun, më duket vetëm edhe një herë, apo më duket fare mos ka në shtëpi. Po, është vllau im është ka ra dëshmon në Luzhnic, edhe aty kanë mandej është një historie shumë kur Kumanova dhe 5 ushtarë tjerë vriten të hyme me nxjerr trupin e tij, se ka mbet në fushë I vramë, dhe ka qëndru aty për një kohë. Ngushëllime dhe ndërimit të sinqertë. Ai ka shku për këtë vend, menoj që për mu, për ty, për gjithë këta, njerëz që folëm që tash flasin, vjellin vrerë e gjona të tilla, dhe harrojmë ku kemi qenë, dhe njerëz 35 vjetë ka qenë. Tash I ka fëmijët e tij në Amerikë, është doktor I shkencave matematikore Valmiri, Dafina është një vajzë jashtëzakonshme, është në Las Vegas doktoratur në krime kibernetike, vajza vogël, cilën ajo nuk e nje, se ka qenë veç 5 javë, Aurora. Ajo është në Angli, punon në 2 këto që janë, se po më humbin fjalë, në është prej. është e jashtëzakonshme, Aurora. Se cili ka sukseset jashtëzakonshme, pra. Të gjitha me mund të madh dhe me vullnet dhe absolutisht me veten e vet. Pa asnjë ndihmë dhe shtyrje, sepse nuk bëhen gjanat me zor. Zoti t'jep mendjen, trupin, shpirtin e shëndosh, e na duhem me ditë mi përdor. Po ajo që po du me thonë, thjesht që mos të harrojmë se njerëzit kanë vdek për këtë vend. Jeta është ajo që na e kemi, ma të shtrenjtën. Dhe kur ti e jep për një ideal të madh, nuk ka gjama të madhe edhe ma të shenjtë. Duhemi me çmu, me respektu shumë. Po të marrë parasysh që edhe shumë shfaqje që keni luajtur kanë pas këtë tematikën e luftës së fundit në Kosovë.
Sa ka qenë për juve e vështirë, qoftë krejtë si procesi provave, interpretimit, shumë qka? Po gjithmonë aktori merr diçka dhe nga vetja vetë. Sa ma shumë që ke pasuni, ajo është pasuni, thesari, hatashëm, kur ke një jetë të qoftë edhe me dhimbje, me gëzime, me piklim, me të gjitha këto emocione, janë thesar për një aktor. Sepse jo që i përdor ato në kuptimin e privat, sepse unë shëndrohesh në personazh. Ti merr nga personazhi, ti mundesh mos me i pas gjana që i ka përjetu personazhi. Po them që gjithmonë kur kemi pas role të tilla, edhe unë ja kom kushtu kauzave të veçanta. Për shembull, kur kemi pas një shfaqje, ka qenë Shkamat, ka qenë për të zhdukurit, edhe unë e kom pas model një nanë, cila kishte historien e njëjtë me atë që e luaja unë. Ka qenë një nanë nga Mitrovica, e cila nuk pranon që djali i saj është i zhdukun. Edhe ajo jeton ende me atë shpresë që ai nuk është, ai është gjallë dhe një ditë ka mu lajmëru. E në fund të shfaqjes, sepse ka qenë një shfaqje që kanë qenë komplet familjar të zhdukurve, edhe kanë ardhur më kanë përqafë shumë nana dhe është ndjenje jashtëzakonshme kur arti yt korrespondon me atë që njerëzve ju ka ndodhur, sepse kjo është prej Aristotelit e tash. Nuk është thjesht publiku vjen me u liru edhe me pa jetën e vetën në skenë ose në film. Prandaj na arti është i pazëvendësueshëm. Edhe përjeton gjana që nuk i përjeton dikon tjetër. Është perfekt kur mundesh dhe ki një jetë të tillë që mundesh me ja u kushtu njerëzve që i ke humb ose kauzave të mëdha. Unë tash se kom mbaru edhe dramaturgjin, jam tu marrë dhe me plot gjanat mia, shkrime që më kanë ardhur tash mas një kohë shumë gjatë, memorje, gjana që du mi qitë në letër edhe me jetu edhe ato. Është edhe ky një art në veti që të përmbush. Shka këtë ma herët e përmendët edhe vendlindjen Ladrocin, sot shkani? Po ende e kam nanën, nanën e kam gjallë, është kogje smut, po është ende dhe është vllau aty. Vllau ka qenë në Gjermani në atë kohë kur është vllau im tjetër këto, dhe një tjetër vllau e kam në Austri, po vetëm ai është tash aty me nanën. Tash mos po menoj kam bërë shumë nanës që nuk po mundem me shku shumë shpesh, edhe pse ajo gjithmonë më dënë shumë se kam qenë ma e vogla dhe po faleminderit që është vllau aty edhe kujdeset për te, tash ajo gati është në shtrat edhe kam shumë kujtime aty. Edhe sa herë shkoj, sikur ngjallet komplet fëmiria. Kom pas një fëmiri si ëndër, si kur jema e vogla dhe ki shumë vllazën motra për rreth, ata kujdesen për ty dhe është një lloj një kënaqësi e veçantë që tash i qojmë fëmijët në për qerë dhe në për me u socializu. Atër na s'kemi pas nevojë se ke pas ti familjen e madhe në shtëpi që të kanë ofru dashni, edhe ka qeni komplet një jetë tjetër. Tash kur e krahasoj me vajzat e mia dhe kur i qoj atje shpesh, atë sa mundem, vllau. Edhe thjesht ju tregoj për shumë gjana që kom pas aty dhe aty një ju duken si ëndër. Krejt komplet është një lloj ëndre. Ka edhe një fotografi për i përmendit edhe vajzat, kështu që tregua që edhe gjatë kohës kur keni qenë shtatzën keni pas aktivitete edhe të shumta, sidomos në me fshatin Kukaj të ngjallni atë vend dhe të bëni organizime nga më të ndryshmet. Ku janë të fokusuara, keni mujt me vrejt? Vajzat, e madhja është në Gjevdedod, në gjimnaz, ka shkencat, që di, shumë mirë një të kohë, shumë mirë, edhe e vogla, të dyjat kanë shumë talente, kanë edhe si aktivitet të lire, kanë pianon, që kanë dyher një javë, të dyjat, e madhja Moira, prej kur ka qenë e vogël, ka pasë edhe mësuse kështu në shpeqe e ka marë, e ka shumë për qef edhe pianën,
edhe sikur I balancoj me piano. Adin I largojmë prej teknologjisë një kohë se kanë edhe me ushtru edhe një fëmijë duhet me ditë një instrument në këtë shekull, sidomos. Po, të shojmë, nuk I sforcoj, sigurisht ato kanë me pas artin, sepse ato janë rritë me art, janë rritë në prova. Unë I kam gjitha provat I kam që ato kanë nejnë publik, kanë përcjell shfaqje, ka plot shfaqje që I kanë ditë për mensh, sepse I kam majtë në prova, kur s'kam pas ku Milan. Ose edhe kur kam qenë shtatzan, kam lujt për shembull një shfaqje, Ullsi I Majës së lartë, kur jam e veshun se ka qenë një personazh hermafrodit, edhe këtu mojira ende se kom pas orën, kjo është vajza e një shoqes më duket. Po, dhe këtu kam qenë në shtatzan në orën, dhe mojira është e madhja. Edhe thjesht nuk I sforcoj. Ato le të vazhdojnë, sikur se mu, askush s'm ka sforcu për çka do të bëhem. Është shumë e rëndësishme që fëmia me zgjedh vet. Po tash është një problem te këto gjenerata të reja, tu I përfshin edhe fëmijët e mi, që këta deri vo nuk e din çka dojnë. Nuk e din, ka shumë gjana, sa që këta nuk din çka me zgjedh. Kjo është një problem, por megjithatë unë ju them, cili është pasioni yt. Edhe nëse ti nuk lodhesh me një punë me orë tona, e punon atë punë, edhe ndjen gëzim, edhe s'ki fare lodhje, atëherë ajo është puna jote që duhet me bën të ardhmen. Po mos harro që ki me bën edhe plot gjana që ti nuk don mi bën, po duhet mi bën. Po profesioni duhet mu zgjedh me pasion, sepse veç ashtu mundesh me ecë përpara. Ta shohim, mundohemi krejt me ofru që ato me qenë nivel, por në fund ka me qenë zgjedhja atyne, çka dojnë më bën. Ashtu siç unë kam bën. Tash më kujtohet që gjatë disa periudave kur kemi pas diskutime, edhe me aktor të rinj gjithmonë kam pas një lloj shembulli juve për pjesën e monologut. Po, monodramat. Kam disa monodrama që I kam realizu. Mu kanë ofru ato tekste. Monodrama është një zhanri ma I vështirë, në më thonë, që duhesh me qenë vetë në skenë për një orë. Është ma e vështira. Po, unë kam diplomu me monodram, ka qenë monodrama Hajria dhe Si Medeja, edhe aty e kom me njëherë ka qenë një kurorëzim I punës time si studente, edhe e kom pa që mundem, sepse nëse vazhdon me punu, me një punë të madhe për kushtim, është çdo gjë mundet mu arrit, vetëm duhet shumë praktik, shumë punë, nuk bëhet kur gjë me fjalë. Do të thonë, çdo gjë duhet bile Faruku e ka pas një fjalë, thekë mos fal, dil në skenë dhe realizoje. Do të thonë, po këta trinj të shumica prej tyne, kur bisedojmë, e kanë si shembull mënyrën e punës time dhe munduhem që absolutisht me qenë hapur, me ofru që cila është mënyra për me ardhur deri te suksesi. Po thjesht me punë. Punë të pandalshme, na jemi, aktori duhet ketë mrenda fokusit vetë shumë arte. Duhet ta një muzikën, duhet ta një regjin, skenarin, mandej artin e aktrimit. Këtë gjitha arte duhet mu bëhe bashk për me qenë artin e lëvizjes, këtë rast që kam. Jo që unë kam bëhe balet dhe e kam ende një levë të vogël në shtëpi, ku praktikoj, sidomos gjatë dimrit, se verës jam kukaj dhe bëj shumë lëvizje, po dimrit praktikoj nga pak që me rujt kondicionin. Praktikoj çdo ditë vokaliza, të cilat I bëjnë këngëtarët e operës edhe për shkak se na duhemi me rujt kondicionin, si sportisti. Jemi aty afër, vetëm ai dallon si art. Arti jonë është të me qenë me ju afru për sosmënis. Me ju afru se s'mu me qenë për sosën. Për shkak që tregua që shpesh herë mundoheni që krejt ato njohurit që I keni dhe I keni kriju ndër vite krejt këtë eksperiencë të ndani edhe me aktorët e rinj apo për ata që ju drejtohen dhe kanë ndonjë kërkesë për juve. Treguat më herët që ka dallime të shumta. Tash që para 30 viteve kur vetë se keni filluar në këtë botë të bukur të artit. Po sot shkoni ti shihni ndoshta shfaqjet e aktorëve të rinj, I përcjellni si shenjat entuziazmin e tyre sot.
Po, ka aktor shumë të mirë. Ka aktor shumë të mirë, është dhimbje. S'me me qujtë dhimbje, është pak vendi jonë shumë i vogël. Kosova shumë e vogël dhe aktorët të cilët kryen Akademinë e Artit dhe kanë mundësi të pakta, sepse ka aktorë të jashtëzakonshëm, cilët nuk ju jepet mundësia për me performu, sepse skenat ku i kemi tri teatrë në qytet, dhe më thonë Kombëtar, Oda, Dodona, Multimedia, edhe kanë mundësi të vogla. Prandaj duhet bëhet ma shumë këtë plan, ose mos të prodhohen shumë aktorë, dhe më thonë që të ketë gjenerata ma të ralla, për shkak sepse detyrohen shumë aktorë, mbarojnë akademinë edhe mandej duhet me punu punë tjera. Okej, kjo ndodhë në Amerikë, ama na nuk mundemi me qenë Amerikë, sepse Amerika është United States, gjitha ato shteteve. Por ka aktorë shumë të mirë. Unë luj me ta, kam edhe dhe më thonë, eksperiencë me ta, në kuptimin që mundohemi, mos me pas ndeshje të gjeneratave. Ashtu si që unë s'kom pas me këta vjetrit. Thjesht ka qenë një formë e respektit ma e madhe për ta, po tash është ma ndryshe. Në thonë se cili vjen e kryen punën e vetë edhe nuk është që kemi edhe shumë kohë. Vetëm në atë kohë sa kemi prova, mundemi me nda ato çka është lidhje me shfaqjen edhe. Po, absolutisht ka aktorë shumë të mirë. Dashur, ishte shumë kënaqësi t'ju kishim sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën dhe për gjithçka që ndodh sot me ne, qoftë prej pjesës së familjes, së karrierës së bujshme. Ishte shumë kënaqësi për ne. Edhe për mua, ke shumë spontane krejt edhe shumë mirë, kalova shumë mirë. Na vjen shumë mirë, ju presim prapë, shumë kënaqësi. Të dashur shikues, filluam me një bisedë në studio këtë fundjavë, tani është koha të ndjekim rubrikën Ferm të përgatitur nga kolegu jon Edi Smajli. Ai u rrit me tokën, me bagëtin dhe dashurim për jetën e fshatit. Vitet kaluan, oborri mbetet i njëjti. E ai, sot është një fermer i Zoti. Ky është Haki Berisha nga fshati Ladroveq i komunës së Malishevës, i cili mbi supet e tij te kaloi shumë sfida dhe sot ai është krenar për veten si dhe një shembull për fshatin. Po, fshati i Bardhën është fshati i mirë, fshati i qetë, është fshat që njihet me historia, njihet, probleme nuk ka, për banor shumë pak ka, s'kanë betë, kanë shku krejt me rëgim, i ndalë për një tardhë me pak më të mirë, se këtu është pak jeta shtrejt, është jeta, s'kanë me qka më marrë njerëzit, edhe kanë dalë, kanë shue, kanë braktisë fshatin. Kanë dalë krejt në gërbet, kanë shku. Për në atë kohë që kanë qenë veç këto, qysh ka qenë ajo harmonia, ajo fryma, me qka jonë marë banorët në atë kohë? Pa i banorët, një pjesë e banorëve ka marrë me bujqësi, kurse na tjerë shka imi konsidereni, qantat në krahën, në Sloveni, në Gjermoni, ka kemi mujtë, kemi jetu. Kemi punu atje, kemi fitu ka pak pare për mi pru mi shpenzu që tu mjë një muën prindve, mjë një muën shpijes, qështu. Rrudhat në fytyrën e Haki Berishës nuk janë rastësi. Janë vite pune. Atëherë, duart ishin të vogla, por bara e madhe. Non-stop, se na e kem pas babën, e kem pasën vetëm, arrit jetim baba, ka vish vetëm një motër e ka pas, e ka hala, edhe baba është hala gjallë, pa është i lodhen, e non-stop që jemi kujdesu për prind, mjë ndimu prindve, mjë gjitë dorën prindve.
Dhe atëherë janë marrë me majmëri, me lopë, do me Po, me lopë, me cila ka bujqësi, qenë veprimtaria? me lopë jenë marrën, me bujqësi, baba non-stop a marrë me to. Se s'ka pasaj, nuk ka mujt me shku në gërbet, se akon i vetëm, s'ka pas kon me lanë shpesh. Atëherë nuk kanë mujt me marrë gratë me shku në gërbet, atëherë me pas marrë gruan kishin kesh me ty njerëzit. Ka qenë kohë tjetër? Kohë tjetër akon, po s'ka pas mundësi, kërqysh. Po ti baca, kur ja ke gjithë dorën? Qëfar moshe ti ke dalë për herë për pëllosje me lopë? Une për herë të parë kom dalën në 81-ën. Në 81-ën me një nip të Gajrakit, i ndjerja është dekën, kom shkuën në zëm të hasit, kem punu, punëtor të loqit që i kanë thonë për para. 5 vjetë kom punu me ta. Edhe në 85 të njëm shku në Sloveni. Në 85 të njëm shku në Sloveni, kina punu tek të herë në 91-ën. 91-ën në bon luft në Sloveni, jemi arë në shpe, kemi ik në për luftës, jo që kemi ik, po ke festa Bajramit, tani erdhëm për Bajram, edhe mos një në shkuën, një 3-4 vjetë s'kina mujt me shkuën. Se o bo me viza, o bo me letra, s'kina mujt me shku. E tani kina shkuën 95-ën kom shku prapë në Sloveni, tek të herë në 99-ën. 99-ën je marë për vitëri, ka jem shku një janar, më ka nalën në Suboticë. Në jetën e Hake Berishës ka edhe një kapitull të errët, një kohë burgu, që e përmend rallë, por që ka bërë më të heshtur dhe më të fort. Më ka nalën në Suboticë, më kanë zëri për autobusit, më kanë bërgosën në Suboticë, 17 ditë kom nejtë në Suboticë. Po, për Suboticës ma 17 ditë më kanë pruën 2 policë me kërë me i qenenisht në Prishtinë. Në Prishtina ka folë me Suarekën, atëherë jemi kona me komunë Suarekës, edhe me gjykatë si Suarekës me të Prishtinës mi kanë prejnë 6 muaj ditë borgë. Për Prishtinës më kanë qunë në Smrkovnicë. Aty kom qëndru 1 muaj ditë në Smrkovnicë, vllaznia i në konë shpe, pa të nqelu në shpe, kanë folë me një avokata, konë një Azerduja i Prizrenit, me gjykatësin e Suarekës, gjykatësia konë shka, Serba konë. Mi kanë morë 6.000 marka pare, edhe më kanë zërë për burgit një ja, pa i ra nataja. Dikur, a i braktisi bujqësin dhe mori rrugë për mërgem, e kjo për një arsye shumë të fortë. E gjatë kësoj kohë që ka qenë luft, ju ke këthy prapë bujqësis, ani pse pas ke kalu këtë periudhën e ertë në borg, u këtheve tek lopët, tek baktit? Jo, kem pas, po ka pas kush mu kujdesu, se imi kon bashkë me vlazën. Imi kon 48 antar imi kon. Ka pas kush mu kujdesu. Po, ka pas kush mu kujdesu, unë e kom marrë qantën edhe mas luftës, kem punu në Deçan, Pej, që kënena kem punu, jemi marrë me lymje, me fasada, tek të erë na me vjeqën. Si vjeqë kom punu kërkon heqë, se patëm babën smut, edhe t'jem t'jekën krejt, edhe s'kemi mujt me një vla që të tash jemi me dveqën e vlavi, ata tjertë krejt jenë dalë jashtë, me vlaznije, me djem vlaznije, me gra, me krejt, veqën edhe një vla jem që të, me pleqë. Që qëndrën raporti juaj sot me vlazrit, ani pësa ta i ke jargë, komplikon një jeni kontakt me njëri tjetërin? Po, tash ti vinë ata për vitri, dikush ka arë, dikush vinë tash për pushime, mirë. Ne gjatëm shpim plët pak, kishe edhe misafir? Po, jetë krejt një pa mesa, krejt met janë tash. Sot Hake Berisha është një fermer i përkushtuar, a i ka ndërtuar fermën e tij me duart e tij. Këta kom bo me kontribut temin nëne. Që të shpijone nuk e kom pas që ta bërra kon një kojshijës tjetër e kem ble mas lufte, edhe këta kom dërtu në vetë këtu garajda, këtë shtallën e kom dërtu vetë mas lufte e kom dërtu. I kom dërtu dikon para 10 vite i kom dërtu. I kom dërtu dikon 2015 apo 2014 e kom dërtu këta vetë. Edhe tani atëherë nuk kom mersha me bojqësi fort, i kom pas një 2-3 lopë, tani tash ti me se s'jem të i punuën, i kom shumë pak numrin, po s'pa kom mundësi s'pa kom
vend ku me li dhe me lanë. Po, tash momentalisht sa krerë janë brenda? 5 janë, 5. 5 ka ra numrin o 5? Po ka ra se s'kom ku mi shti mrena. Nuk ka hapësirë. Nuk kom hapësirë. Unë i kom lidh jashtë, që ne mas qëtu i kom lidh jashtë, një 3-4 copa, një 2 i kom qute vlavi, s'kom pas ku mi asishe, një 2-3 gativi që i kom shit. Kur flasim për shitjen, sepse fundit përveç që e bëm për dashni edhe për pasion, e ke edhe për ndeshta për me mbjetu. Sa shkojnë çmimet edhe çush je me çmimet si tregtar nëse del për me i shit këto lop? Po unë veç për nevoja personale, se për tregti nuk mirëna me to, po dikon shkon çmimi rreth 4 euro gjys për kilogram. Ka interesim? Ka interesim, ka qysh ja, ka. Po me kon lopa mirë me veç shkon të 3.000 euro. 3.200-300 euro i bon, me kon lupa mirë o fjalla. Në rast se do të kesh mundësi edhe ta zgjerash pak edhe konstruktin e firmës, a mendon me rrit numrin? Jo në numrin gjithë jam i mendimit me rrit, po nuk kom mundësi me rritën, se unë e tregova që jam i pa punë. Tash në mon nuk jam të punu kur gjë s'punoj, veç punë bujqësijës me që të lopë, e me pas mundësi unë e rriti, pëse se rriti numrin muj me shku të 20-30 frim muj me shku. Po tash ti për me mbaruën e një shtallë më bëdohen mas pak të 20.000 euro. Mas pak të 20.000 euro. Unë mund s'muj me bo 20.000 euro, se djali është në Sloveni, rroga vetë, i ka thmin me veti, banesa, keri, rryma, bërlogi, aja, s'ka mundësi më ndihmu mu e për shtallë. Ka mundësi më ndihmu për me mbjetu, për ndryshe jo. Për ndryshe jo. Akiu tha se lopët e ti japin qumësht të freskët çdo ditë. Për mi grumbullu, ku mujtë mi grumbullu të 180 litra qumsh, për nuk i grumbulloj vjetë, jo lëshaj vjetat lëve. Se s'kam ku mi shitë si shes, kështu i moj vjetat. Viqat i moj. Edhe viqa asa janë momentalisht? Viqa janë 3. 3? Po. Po për shëndetin e tyre, qysh kujdesesh? A ke veterinarin, apo kujdesesh ka ndonjë smundje? Ja, s'kan smundje, po kur të me pas nevoj më smu, e kom veterinarin, vjen i kontrolon. Edhe tek procesi bashkëtimit? Po. Kur bashkëtohen? Kur e kanë kohën? Po ta shti mas 3 mujve, 4 si qëtohen, mujnë mu bashkëtohen, e thiri veterinarin, vjen i bashkëton. Sa është pjellore kjo tokë e këtij fshati? E mirë toka, nuk është e dopt. Me qenë që me morë me lakështia, është fort e mirë, për kur me rëthat, vëllaj, është pak problem, se s'ka ujitë, s'ka më ujitë, nuk ka. Tash gjatë sezonës dimrit, tregona pak qysh është një ditë e jote si fermer, përderisa ato që ndrojnë brenda, qysh është ajo rutina jote si fermer gjatë sezonës së dimrit? Po unë tash si gjatë dimrit, si gjatë verës, unë para gjashve gjithë quhna. Edhe si të quhna vi të lopt, jo pas trej plehin, jo qes, i mjeli, edhe ta një shkoj e pi kafe për veti të shpia, mas 3 orë vija pet ju qes, qështu me orë ju qes. Ju qes 7 gjys në 8, 11, në 2, në 4, edhe ta një veç në akshom mas darke ju qes. Në një pjesë tjetër të oborit të tij, ai në një mënyrë të organizuar ka vendosur edhe pajisjet buqësore, e këto mjete buqësore tregojnë durimin dhe përkushtimin e tij ndaj firmës. Po, unë i kam 2 traktora i kam, me qëton të voglin, qëton të kuqin, kositi, grebujat i në gjes, edhe punoj me ta ma shumë, me këtë rakovicën, me këto në gjes prokolicën, i boj dujt, i boj sonën, i shrymin që të plehin e qes, me qështu. Cilin e ke që shumë vite, që ka rezistu që shumë vite me qenë dhe vazhdojnë me funksionu, cili prej traktorve ka je gjatësi më të? Pa, unë i kom në ruën, se tash mësimi do me vlazën i kom ble tjerë, se na do me thonë, pit 80-ës kem traktor, pit 80-ës traktor kem pas, po tani aj traktori që e kemi pasën bashk e ka vlavi, këta tjerë të kemi ble, në masane i kemi ble, tani i kemi ble. Edhe kur është aja periudha që dilni tash me punu tokën, jemi në sezon e dimrit, po qka? Tash ti grunet jenë mjell, tash ti nuk ka sezona për me punu, jenë kryen, sezona të tokës a punu, te i tash a punu, grunet jenë mjell krejtën, si tash vishë në pranë verë. Lavrat jenë bon, tash ti në pranë verë,
filloj me përzi tokën, me mjell mistrin, me mjell bashkë që shëzënë. Po, për këtë sezon e ke arritur maksimumin e ushqimit për tokë? Po, kemë bale shumë. Ka edhe plus, ndështë që të përujnë, ha? Po, ka edhe tepër. Jo, pak bona i gare me juve, se ljopt kësaj dhe shkallën në hypin, veç nga njerëzit hypim, e ljopt e kanë dere në ne masarit. Po, anena dhe ljopt si t'il shuim na, dalin në rrugë, a një përspre provon nga një herë dhe nga shkallët. Edhe është një vrel aty që i tojmë na boremi ujtë, pinë ujë edhe i qojmë fush. Dhe i qojmë fush në altë, i qesëm malë. Po bona i gare me jo. Po tash po besoj gjatë sezonës dimrit ma pak është aje kuha... Tash shumë pak, vish ku t'il shuim pak, ati si me thonë dhe të shpihen pak, në tojmë mu shpi pak, mu shetit pak, se tash nuk il shuim mo. Deri sa del, pranverës deri sa del. Akiu mban edhe një odë të vogël në obar. A i tha se në të dikur mblidheshin me shokët e ti, këndonin këngë të frymës patriotike dhe bënin edhe lojrat tradicionale. Pa kja akon shumë me rëndësia të herë për pora, se kur kanë arë musafirët, kanë nejtë me ka një javë dit, kanë nejtë me 3-4 dit një javë dit, e që të kina qëndruna, që të se s'kina pos ku me shkuna atje të shpia, ka pos mi ka la balake, sene, musafirët kanë qëndru nëd. E kemi edhe stufën, apo kafturin që i thujmë na katonarqe, edhe non-stop kemi nejtë që tu kemi hangër buk, kemi pi qaj, kemi flenjë, kemi ta në të kemë. Jo ma tash, sëtë kërkosh shirë s'pa vjen. Unë gjatë vjetë e kom dhejës 2 herë kafturin, si vjetë s'bua ki s'bjem edhe e seqë. Në ardë në kosh mje. Po edhe kur pa vjetë, tash pa vjen një mik, a një mik kur të vjen, hajde që të i rrim, edhe ku me prunë e mikin ka. Kush më prunë tash më bu ka. Kush me bojnë zmet ka tash. Djemë s'ka, kur kush ju, pa vim që të pa... Një pjesë familjes e ke jashtë, jetoni këtu vetë bashkëshortën, po vesaj është krahi djatë juaj. Sa ke malë për djemët, e sidomos që nuk ke mundësi edhe me i pa gjdo ditë si dikur? Tash është molli pak ma i vogël, se kur jemi kona në gërbet. Se kur jemi kona në gërbet, nësë kem pas telefona. Da me thonë, kemi nejtë, kemi qëndru atje në Slovenije, në Gjermonije, ka jemi konë, ka 5-6 mujë, 6-7 mujë, se kem po kërkonë, s'kem marrë dhe i shpe. E tash edhe nëse rrenë 3-4 mujë, i ka thminë me vete, ose 5-6 mujë, po dhe për çdo natë e ka telefonin, e kem telefonat, fullëm telefon, shihëm kamerë, atëherë se mi po me kërkonë, s'kem fullë me kërkonë. Ata kanë artë të ti musafir, po të ata, ke pas mundësi me shku pas të tash janë heqë vicat? Po, kom shku. Qështë Slovenia? Pa jo ne kom punu shumë kohë në Sloveni, po jo mirë. Gërbeti kur soj mirë? Kur soj mirë Gërbeti? Po, për një jetë matë mirë kështë pa mëllu, për sigurin. Hajde ati. Cili do t'ishte mesazhi juaj ndështë për gjithë fermerët, të cilët e kanë praktisë edhe ata që kanë betë duke e praktiku këtë punë? Po ta është i kuna ti i për mundësia më këthy edhe me punuën në pa më parasysh në vend vetin, është e lavdishme. Pavarësisht sfidave dhe viteve në mërgem, Aki Berisha mbeti një fermer i vyeshëm që sot jeton i qetë në Ladroveç të Malishevës me gruan e tij, duke ruajtur fermën e lopëve dhe kujtimet e sakrificave të tij. Të dashur shikues, tani është koha të falenderojmë Emona Brand që është pjesë e emisionit fundjavë dhe një nga emrat më të besueshëm në tregun e produkteve të çajit në Kosovë, njëkohësisht po prezanton lojën më të ngrohtë të dimrit, loja shpërblyese me çajin e zemrës. Një mënyrë e bukur për t'i falenderuar konsumatorët besnik që zgjedhin shijen dhe traditën e çajit të zi Emona. Çdo paketim i blerë i çajit të zi Emona është një mundësi e re për të fituar super shpërblime. E nëpërmjet kësaj loje, Emona Brand thekson vlerat e besueshmërisë, cilësisë dhe traditës së kultivuar ndër vite, duke kthyer konsumimin e çajit në një përvojë të këndshme dhe potencialisht fituese. E këtë sezon, Emona Brand dhuron disa prej shpërblimeve më të dëshiruara: iPhone 17, Apple Watch, trotinet elektrik, para cash, voucher derivate në vlerë 50 euro, si dhe pako çaji Emona. Pra, sa më shumë blerje, aq më shumë mundësi për të fituar
parë, pjesëmarrja në lojë është shumë e thjeshtë, e shpejtë dhe plotësisht digjitale. Konsumatorët mjafton të ndjekin këto hapa, të hyjnë në platformën zyrtare luajmezemër.com, pastaj të plotësojnë emrin, biemrin dhe numrin e telefonit për identifikim, pastaj të ngarkojnë fotografinë e faturës ku shihet blerja e produktit çaji zi Emona, e pastaj pas ngarkimit të faturës, konsumatori regjistrohet automatikisht në lojë dhe përfiton menjëherë një mundësi për të qenë fitues. Emona Brand ju uron fat të gjithë pjesëmarrësve në lojë. E tani është koha që të shkëputemi vetëm për disa minuta marketing, ju vazhdoni të qëndroni me ne, rikthehemi përsëri. There he goes again, he looks so odd. Emona Brand, dhurata më e mirë për fundvit. E tani është koha të falenderojmë një ndër partnerët e emisionit Fundjavë Shkollën Finlandeze, e cila së fundmi është zgjedhur një nga 10 shkollat më të mira në botë sipas World's Best School Prizes, duke vendosur atë në mesin e shkollave më inovative në glob. Në mesin e mira shkollave kudo në botë, Shkolla Finlandeze ka arritur të tërheqë vëmendjen në arenë ndërkombëtare, duke u zgjedhur një nga 10 shkollat më të mira në rrezullin toksor, duke ndryshuar tërësisht edukimin në Kosovë me standardet më të larta ndërkombëtare. Duke qenë vetmja shkollë në vendit që pasqyrohet në CNN për praktikat më të mira të edukimit dhe metodologjinë kreative të mësuarit, shkolla integron standardet ndërkombëtare të arsimit, duke ofruar një përvojë mësimore gjithëpërfshirëse. Kjo është Shkolla Finlandeze, inovacion botror, krenari kombëtare dhe tani një nga më të mirat në botë. Kontaktoni në 045 235 650. E tani është koha të largohemi nga studio dhe do e ndjekim bashkë rubrikën Si jetuam, të përgatitur nga kolegja jon Tina Zogaj. Sa po mërë molli, sa mu i mërkojt që shokon atës që shobosët. Pa që kanë më qelë dirë mbra musafirit kur, në gjysë notën në koftorë dhe i ka thonë hajtë byrë. Edhe pse pak jam në distancë me disa s'po thëmë në atë moshën më të vjetër, po a jam kam bet ashtu trashëgim që kam dëshirë mu bashku me njerës, kam dëshirë me taku në rrugë diku. E gjithë e kënë posti traditë së di, tash, a je matë mirë, ta matë kësi, ta së mojë me di, tash qyshë, dhe si mas, po më do këtë si këtë gjatë dikon si në mesi jem, si jo fort kësi. Mbledhja së bashku për të kujtuar të kaluarën është një traditë e dashur, një që ngjall nostalgji të thellë për ta, veçanërisht tani në vitet e pleqërisë kur momentet të tilla janë bërë të rralla. Këta banor me prejardhje nga fshatrat të ndryshëm të komunës së Istogut janë ura e gjallë ndërmjet të kaluarës dhe të tashmes. Nëpërmjet përpjekjeve të tyre si dhe brezave të rinjes, zakonet e paraarzve vazhdojnë të jehojnë ndër breza. Oda, zemra jetës së tyre shoqërore, i formoi ata në mënyra që asnjë edukim formal thonë se nuk mund ta bënte. Oda në atë kohë po do thonë që shërbojnë me në këtë që fakultet. U bleshit burat veqëm, a qaj se dike me për cilë odër me folke, tjerë tonë në ngajshen, fakultetë kërë, në atë kohë. Edhe ka pas dashni njone me tjetër fort. Ka pas respekt, i ploku ka pas respekt shumë. Di plek me konë në udhe, na nuk i dilë që për para plokët. Tha që ja ploku për para, i njështë. Mirë konë. Jeshtë do sene i konë mogu shumë.
atë shkollë s'ka pas, qashtu kemi e gjallë, me lëp, me dhen, me bjeshk, me malë, Mon nuk me thorë kesh, mirë, konë vujt e ka pas, o konë mirë me do sene. E tashë që mirë kur së konë. Nuk me thorë. Në atë ko, kur im konë në shkollë, i kom pas të bia të të bota e shpe, nuk i qeshëm shkollë. Në i lipën mas pari, me emla me qurë qika të shkollë. E kanë, nuk e kanë qurë shkollë, nuk e leshen, ata e dënojshen atë ku. Jepshen, ka 2 copa dhenë, 3 copa dhenë, cëllë me shlyme së qurë shkollë. Pa thonë, që ato kur bongo. Jemi dëshmitar që jeta ka ndryshu, është modernizu e tjera, po jam i rritur në kull, me musafir, me traditat tonat, nodën e bura, do të thëtë, edhe prej atëherë kam trashigu shumë qka, edhe me të drejt është thonë edhe thuët që oda e bura ka qenë shkollë. Do shta përinin është pak si dyshim të kjo që po themi, po logjikisht me marë. Gjdo landë mësimore që mësohet në shkollë ka pas qasje dhe nodë burave. Tu fillu për i gjuhës shqipe, janë përdor dialekte të ndryshme. Mandej në letërsi popullor janë përdor gjitha krijimet. Tu fillu prej anekdotave ose mesele që i kemi qujtë. Mandej tërgimet popullore, gjezat, fjalët e urta, fabulat. Mandej ka pas qasje matematika. Plaku do të thot i vjetri ka logarit, pa logarit, pa digitran. Me njëherë, qka ka blet, qka ka shit, ka qenë gjendje me njëherë, mi bëma sap që thot populli. Po historia, geografia, mandej arti, njerëzit atëherë do të thotë kanë qenë gjendje të punojnë, gjërat ndryshme vegla, eksponate, jenë prej druri, kanë bo vizatime, kanë punu me drum, odat e burrave, sa që sët njeri ndoshta edhe me fakultet e ka kogja problem, të u bazu edhe të gratë që janë marrë me artizanate, ne dim për shembull qylymat, mandej gjëra tjera që në punu. Aq ka qenë gjendje atëherë një grua pa shkolluar, t'i paraqet gjitha ato elemente, gjitha ato mozaik, në për ato punime sa është e pamundshme. 88 vjeçari Hasan Muzdia nga fshati Uq kujton një harmoni të qëndrueshme mes anëtarëve, të mbështetur përmes respektit të palëkundur për traditat. E në atë kohë, kur që e me rrione, jeta kur e zërshme. Me kalëzur në ashtë dikush, aty këtu ka pasëni, me shumë i sa vëllaj, një konë fukare. Tullë, besane. Me të zëse bëjshëm dhe jetë dhe bukë me për familje. Qashtu ku kua? U gëzëshim, ku thëshim, e ku bo bukën e familjes, u gëzëshim. Edhe me vesha edhe atë kohë, kur që sot shumë, familja ka një kesh shumë, bia tona kër i kemi dresh në atë kohë, ato shumë kanë vujtë. Kur o fejëshin atë e thëshim dhonë, atë e lipshin bobat e qikave, qezën nuk me abo qikës. Që me bo qika, me bo veshën e burrit, e vetën, me vekna, me vujtje, me lesh të tjerë me dorë, me gjëplena, i thejmë kropza, të maru qëropa, ato gjampera, për me vesh familje.
Shumë kone zëshme të, tash ju ka lëshuajsh. Mirë po, qashtu kone vujte, po kone një farë shëreti, kone një farë lezeti, një farë dashnije shumë e mirë. U knashëm. Moçanikat e mi, kër kone atë ko, vike dita Bajramit, Bajrami madha i vogli që pa jam, u bashkëshëm tonë atë shokt, edhe dilshëm një venin bashkëshëm, janë nishëm në krytë katunit me bo Bajram, dhe këtë në fund Bajram, katunit të bo Bajram shpi për shpi. E tash pak bandësh, pa pak. O konë, bes dhe sene, më konë shumë të zëshme, shumë më konë të mire. Se ka pos dashnim dhe unë e me tjetër e fort. Kur së mujnë këtë dikush, shkojshin, kush e dikush, së mu filonim, fort me shku me po, atër s'ka pasë mjetë, që se ka së hanë petla, shku me po së mu të shketën atë të tonë. Nuk më i me thonë që u konë keq apet mire konë, visi sët ka ndryshu me atjen. Tash u tjetër shka. Tash kam rri shkollat, e kam rri djetë, e kam rri në zhvillu popullë. Atër s'kem dit asë që me shkrua s'ko gjo. Unë në familje teme i pari është që i kom mësu Gërmëno. Familje teme. O dhe bjejnë. Se kush letër në familje teme s'ka ditë me lezu. Kur në ka orë një letër pe dikuit, unë në klasë pari më konë, ma kanë pruë, bëshme në kalzu me lezu. Me nëzë, ka të klasë pari, një qësh i kalzoj se, ju konë një farë në zonë, se mësaj shë këtë zëmje. Me mal një mënyrë jetese të ngjashme, edhe pa u rritur në kull e kujton Mustahirin nga Shushica, i cili thot se në shtëpitë e izoluara dy koçshe në fshatin e tij, fjala e të moshuarve ishte ligj. Kullën, në kullë që më rrit, se kullën e kanë djegë shkit, kanë bërë rash me to kulla, veç ekziston veni ku konë kulla, ishim i rrit, në kushte mizore, fshati si fshat, veç kulla e di qka o kulla. Kulla në Shushicë, në fshatë tonë njën kulla 2 koçshe, se ka pas kulla dhe 3 koçshe, i që ato jenë 2 koçshe, o dhe burra është në altë kulla, poshtë, shumë vena jenë konë ahër, kanë muju baktin, katin e poshtë, po ka pas vena që kanë pas edhe dhoma për familje. Kulla përdorë dhe si mbrojtje për luft, se i ka pas frenzit, i ka pas ato zitin 1 metër trash, kërë më shelë në promi, aj dere e ahrit poshtë, në drangë ju ka vënu, ato s'ka mujtë me qelë, se qelë sa të drynë s'ka pas, veç që aje ka më shelë, ato e ka përdorë edhe si mbrojtje, për me mbrojtë familjen, me mbrojtë ata pushkën aty në Frangji, edhe ka mbrojtë familjen, i ka mbrojtë ato sene. Kulla në Shushicë ka pas pa që shënë djegë, të nga janë djegë të është në luftën e fundit të nga shi. Këmë ndëgju burat dëzatë, edhe më pas fakultet kry më koni meqën. Ka folë fjallë burra, ka folë fjallë që duhet me folë. Ka folë fjallë trimnije, ka të regu rastet, se të li fa lufta është ka pas këtu. O da o konë, lirisht më është me thonë fakultet. Lirisht është shumë, ka pas burat mirë, si fshati jonë ka pas shumë burat mirë. Pa që kanë mshel dherë në musafirit kur, në gjysë notën në koftarë dhe i kanë thonë hajde byrë. Edhe nuk e kanë shu pa dark, nuk e kanë dëmonë edhe i kanë bo strehim, i kanë bo ato, kanë mojt njerëzit të në konët. Edhe tash mundohen, edhe tash kohë, halo kohë, ka njerëz të mirë, ka që i pranojnë musafirin, e pranojnë, jo me thonë, jo, ka vena shkojnë atje në hotel, dikun e pranojnë edhe tashti. Ndërsa tani, thot se mundohen të mbledhen me raste të mos harrohen traditat e të parve, por që sipas tyre nuk është mjaftueshme.
Mbledhëm ka pak, veç shumë pak, se tash të fortë të thash, oda s'ka tash të burrave, shumë pak, ta më mbledh, ku do më shku më mbledh. Na dhe jemi tash vjetër, më shku dikun më ullë, veç shumë pak, bashkuem, pak. Mundohem hala, se këto, si rast idhnimi, dekt, mundohem mi majt, tash të, shumë vena i kanë maru këso venat për mi pas mi bajt ato ceremonit dhimbjes edhe të gëzimit, po të gëzimit ma shumë për hotelin e për ato gatin fshat pak vena mbajnë ato. Sa po mërë molli, sa mu i me kojt që shokon atër që shobosat. Atër bashkëshëm sobat burrave, plesht aty të agjoku, a di plak folke tonën ngojshim, edhe nga kalëzojke historijet të tyre, që shkanë punua, që shkanë me gjole, e tash ka dëshua u datë në paku pak, po mërë molde me më bashku, sigur sot që shë bashku. I vëtë mua, gërbeti i ka morë djelë të fort, jënë shkip, ples jënë vete për shpija. Nuk ka shëret oda që shka pos. Pak. Mira, petë të më thonë, s'poj me thonë keq, mira, me të natë vjetë, që shukon kua jeta aterit, sot është shumë më mirë, me të na. Si me punë, si me herë, si me veshë, me modhë, kur më mirë se kur. Vish, mirë por një, se jem të shkip rënjën të nalon vetëm, nuk jom i knoshëm, sa duhet. Sholla, botë edhe ma mirë. Që të mos shuhen zakonet me njëherë pas luftës se Muharrem Metaj vendosi ta ndërtoj odën e cila edhe sot që mbi 2 dekada vazhdon ta ketë derën e hapur, mikpritse për mysafir nga kudo. Këtu vinë për Kamos, sidomos dimnave, lujmë kapuqa ashtu, për çdo fshatit komunës e Stogut, vinë edhe komunës 5 vinë, për Kamosi vinë. Kalojmë mirë, lujmë, bëmë gjithë natën, kapuqa, knojnë, i kanë edhe ato kongë të kapuqa që knojnë, e kalojmë shumë mirë. E kemë tradit mas tradite, që ashtu të regua ma herët në kemë posë në qardak, a e konë shumë i maqëm, para 5 breza dhe më thonë, që do kuj se li ma mundë të thjerë. Kështu që brez mas breze kemë posë të trashegimi. E dhone që ashtu e moj halo, edhe kom qef shumë. S'kam asi problem, janë mirësarë në gjithë mërë. Në udhën të ullë. A i madje të rëgon se gjithë odën e ka punuar me duart të ti dhe që për fat thot se ka pasur për krahjen e djemave. Krejt pundore, dikun mas lufte, se para mas lufte djetë që s'ka pas kur gjonë, mas lufte ku maru me njerë, edhe shtu ka pak, mune me gjithë djemë. Po, gjithë mune, bile një është këtu që është, a i merë pjesë gjithë në luj, me kapuqa, edhe bile ka fitu dhe kampionatin, edhe gjalli ti na i vugle ka fitu kampionatin, medaljet atjerë, kështu që, po, si tradite kemë, edhe vetë kum lujt, baba ka lujt, e gjithë kem lujt, na kem pas si tradit, të lujt me kapuqa. Shumë i gëzu shumë janë, që e vazhdoj traditen. Thash është në gjalli, ta shkollë mes më është një është me 8 vjeqar është, edhe a i lunë, 8 vjeqar, e që kanë fitu kampionatin e vjetëshëm. Duke jetua në Isog, atër nuk është befasueshme që bujaria dhe mikpritja të jenë karakteristikat primare të tyre. Maj qetë, tana se i di dhe komunët tjerave që është populli i butë. Populli nuk është i agresiv, nuk është i ka mikpritin, e ka fjallin, e ka është popull shumë i nërshëm, shumë i respekton edhe më ardhë ma i largë që vinë njerëzit, i bojnë respekt, i bojnë, i nërojnë. Nuk ka populli, se ka vena që në matë shtirë, matë pak na jemi popull ma i butë. Po e vërtet se di që është më thonë veç që sa i e vërtet është kjo, që gjithmonë na këtë kjo una jonë që është mikpret sa i, për e gjithë e kemë posi tradit se di,
Tash, a je ma të mirë, ta ma të kësita, së më me dita është qyshër, dhe si mas, po më do këtë si ko gjatë dikon se në mes jem, si jo fort kësi, mirë jem. Pjesë e brezit të moshës së mesme dhe mësuese tani në pension përmes aktiviteteve të vazhdueshme, Isuf Ibrahimaj uron që të përcjell mesazhin kryesor të tij, se tradita që i takojnë popullit shqiptar duhet të mbajtur e promovuar. E veshi me mjaft dëshirë, po them, veshin kombëtare, edhe jo veçone, po çdo kush ish dash, do të thotë aq sa ka mundësi, sepse e thash që jeta ka ndryshu, po diçka duhet të përpiqemi edhe të përcjellim tek brezat e ri. Unë po thuaj se gjithë kohën që kom punu në arsim, jam përpjek që mi vazhdu traditat. Kom përgadit programe ku nxënësit i kom obligu që në program të dalin me veshje kombëtare, me plisa, me tirqi, me po ashtu dhe vajzat me ato veshjet e veta. Mandej një orë e kom post po saq me një javë letërsi popullore. Ju kom lexu prej 2 vëllimeve të Anton Qec, anekdota, gjëza, fjalë tuta, gjitha ato, edhe aq me dëshirë e pritëshin ato sa dhe sot nxënësit, kur takohem me ta, më thojnë, hasret e pritëshim atë orën kur vishën me atë librin me prozë popullore. Edhe pse pak jam në distancë me disa, s'po thëmë në atë moshën më të vjetër, po ajo më kam bet ashtu trashëgim që kam dëshirë mu bashku me njerëz, kam dëshirë me taku në rrugë diku, një të më shumë edhe më folë për të kalumen. Edhe dim një të jemi bashku shpesh, edhe në këtë odën këtu, edhe kanë lujt kapuqa, na një pjesë tjetër pak ma të më shumë kemi bisedu për të kalumen, për traditat tona si kemi pas. Do të thotë se për para dihet që ka qenë një rend tjetër edhe sa i përket ligjit, do të thotë shumë gjona janë vendos me kanon. Gjitha problemet e njerëzve janë në rregull, do të thotë me kanon. Edhe gjakmarrjet, edhe fejesa, martesa, problemet ndryshme, po është ndëgju ai më i vjetri, njëherë i zoti shtëpisë në familje, po edhe plaku i katundit, edhe plesht nod kanë pas orë, që thot populli. Të dashur shikues, po shpresoj se po shqetëroheni me emisionin fundjavë. Tani është koha të falenderojmë një ndër partnerët e emisionit ton, Ujë Rrugove, që padyshim është porosia më e shpeshtë brenda familjes nga malet e Rrugovës drejt e në familjet e juaja. Ujë Rrugove është burim natyral energjie, i pastër dhe i lehtë, perfekt për të ndjerë freskët gjatë gjithë ditës. Zgjedh natyrën, zgjedh Rrugovën, ujë kristalt nga zemra e bjeshkëve. E falenderojmë Ujë Rrugove që është pjesë e jona, e tani është koha të vazhdojmë tutje me rubrikën rrëfime nga gratë të suksesshme, ku edhe sot e kemi të ftuar një zonjë të tillë me të cilën do të flasim shumë çka nga jeta e saj. Bashkë me mua në studio, zonja Blertë Tmava Veselaj, poete. Mirëse dhe shumë kënaqësi. Mirëse gjeta, faleminderit për ftesën. Si po ecin këto ditë për juve? Veç se fundi i vitit 2025? Po, si çdo vit tjetër, përveç sfidave normal që përballemi çdo ditë, edhe ky vit ka pas edhe sukseset e veta, kështu që mirë, nuk ankohemi. Do thotë ka qenë një lloj balanci me sfidave edhe gjitha atyre ndoshta të arriturave këtë vit. Çka cilësoni diçka më të bukurën që ju ka ndodhur këtë vit? Këtë vit, po nëse në këtë pjesën e poezisë, do me thonë, kam qenë fituese e çmimit të parë të festivalit të parë të letërsisë në Tiranë, të poezisë në Tiranë. Kështu që kjo është një ndër sukseset atë mëdhaja të këtij viti për mua. Si shkoi si organizim? Po e shoqërasit që uroj jetën kohë. Faleminderit shumë. Ish diçka e re, do me thonë edhe në Tiranë, për Tiranën ish festivali i parë i poezisë, kështu që ish diçka më ndryshe se festivalet
që ka marrë pjesë herat e kalume, ka qenë një organizim shumë ndryshe dhe shumë i qëllum sa i përket poezisë, që unë jam ndi shumë mirë. Nuk kam prit një qmim, po ja që dole triumfuese. Po kur jemi tek festivalit, tregua që keni marrë pjesë këtë vetë në Tiranë, ku edhe dolet fituese nga i festival, po në përgjithësi sa organizohen festivalet të tilla të poezisë? Të tilla festivale organizohen, po në niveli aq të lartë sa ai që është në Tiranë, nuk e di, gjithmonë shkojnë me numër më të vogël, aty është edhe numri më i madh, po ka pas edhe shikus, domethënë ka qenë një sallë si një shfaqje teatri, tamam ashtu dhe ndjenja është pak shumë më e veçantë. Emocionet në skenë? Patjetër që po. Sado që mundohesh me i kontrollu, prap gjithmonë kur është diçka e re, ndjen diçka ndryshe. Po flasim pak, po kthehemi në kohë, flasim për fëmijërinë. Si e kujtoni, ka qenë themi poezia, shkrimet, bashkë me juve edhe në atë kohë, si ka qenë fëmijëria juaj? Po, në fillimisht jam fëmija i parë në familjen tëmë dhe jam rrit me disa privilegje ashtu, po diku ka klasa e tretë, unë veç kam fillu me shkrimet. Një periudhe shkurt pas luftës, ishte kjo, unë kam fillu me shkrimet, edhe prej atëherë nuk është që e kam ndërprej shkrimin totalisht gjatë kësaj periudhe. Kam pas një fëmijëri qetë deri me një moment ku fillun edhe sfidat për mua, edhe pse isha fëmijë ende, po besoj që ja kam dalë mirë. Po e kujtoni për çka keni shkrujt në fillim në ato kohë? Po, fillimisht kam shkrujt, besoj si çdo fëmijë që fillon shkrimet e para, kanë qenë për mësuesin, për shkollën, për fshatin, kafshë të ndryshme, këto kanë qenë fillimet e mia. Po në aspektin e librave, leximeve, keni pas ndonjë zhanër ose diçka që ju ka pëlqyer në atë kohë? Po, unë gjithmonë, domethënë, edhe prej asaj kohe, unë kam fillu shumë e pëlqyer zhanrin, jam kanë te romani shumë, edhe pse poezinë e kam shkruajtur gjithmonë, po romani është ai zhanri jam i pëlqyer sa i përket leximeve. Përmendet që krahas arritjeve, sukseseve që i ke pas si fëmijë dhe kanë vazhduar, pastaj je përballur edhe me sfida që pak a shumë ndoshta ndonjëherë kanë ndryshuar kahjet të jetës tënde, apo jo? Patjetër që po. Unë besoj që çdo njeri pavarësisht sa i ka sukseset, sa është punëtor gjatë jetës, po i ka edhe sfidat e veta, kështu që edhe unë nuk kam shpëtu kësaj rrugë dhe jam përballë me sfida që e vogël. Fillimisht diku nga mosha 11 vjeçare rezultova atje me çrregullim diabet tip 1, që vazhdoj me më sjell probleme të tjera, domethënë gjatë jetës, po prap deri sot ja kam dalë mirë. Pas sot nuk e di. Qysh në moshën 11 vjeçare, pra shoqëroheni fatkeqësisht me këtë çrregullim diabetik, po si ishin ndoshta ato simptomat e para që ndoshta ju shtyn të bëni ndonjë analizë ose diçka familjen tuaj? Fillimisht unë kisha humbje peshe të madhe, edhe etje të nuk e kuptojsha pse vjen gjithë ajo etje ashtu, po nuk i kushtojsha shumë rëndësi derisa në një moment në shkollë filloi një kokëdhëmbje që nuk e përballova. Edhe më dërguan në shtëpi, fillova me kontrolla, po fillimisht diabeti nuk ka qenë shumë i njohur, sidomos për fëmijët këtu në Kosovë, dhe edhe mjekët nuk e kishin parasysh një analizë të tillë që është shumë e thjeshtë sot me u bë, po nuk e kanë marrë parasysh. Çdo analizë tjetër rezultoi që në rregull, dhe gjithmonë
e lidhshir me ata që është mosha ajo që po i sjell këto probleme, rritja edhe në rregull, po unë e vresha që çdo ditë u kecojsha më shumë. Edhe diku pas 2-3 javë të asaj gjendje, u kuptu që sheqeri është ajo pjesa që mu po sjell në këtë gjendje të rëndë. Edhe prej aty fillova trajtimin me insulin, pas një qëndrimi në spital, edhe deri sot vazhdoj ashtu. Tregua që nuk ishte ime njëhershëm pjesa e diagnostifikimit. Në atë kohë nuk kanë ditë pak a shumë se çfarë analize të bëhet për një fëmijë të moshës 11 vjeçare, pas 2-3 javësh vetë se e kuptuan. Si erdhi themi deri te ajo pikë? E bët në Kosovë, apo diskutuat me dikë tjetër? Jo, në Kosovë, në Kosovë ka qenë. Unë e kisha pa tjetër me shku te mjeku të pak të njëherë në ditë se nuk arrisha me e qëndru pa një ushqim ose diçka, se kështu nuk arrisha me ushqy mirë. Edhe kur shkoj njënën prej ditëve, kërkoj ujë me pi, edhe mjeku e vren mënyrën se sa shpejt unë kam arrit me pi një sasi të madhe të ujit, edhe aty thot që duhet bëhet analiza e sheqerit. Edhe aty u kuptu që është domethënë diabeti. Tani kam vazhdu analizat tjera, po aty u kuptu. Pra sa kohë është sfide përditshme për juve? Po. Sfide përditshme, ndonjëherë duket ma e lehtë, ndonjëherë vështirësohet, por që ma asnjëherë nuk e ki, domethënë ma pjesë të largume të jetës tonë, është çdo ditë. Unë nuk e kujtoj veten gjatë këtyre viteve në një ditë pa insulinë. Edhe shpesh e mendoj që a kam qenë ndonjëherë pa këtë pjesë, se nuk arri me kujtu kohën kur unë kam qenë pa insulinë. Domethënë është gjithmonë pjesë e jetës. Ato fillime të marrë parasysh që ke qenë në moshë shumë të re, 11 vjeçare, dhe ndoshta përdorimi i insulinës çdo ditë ka ndiku në atë kohë edhe në aspekte tjera? Ka ndiku se fillimisht kur unë kam marrë insulinën, kanë qenë një lloj tjetër, krejtësisht prej asaj që është sot. Edhe ka qenë ma e rëndume. Diku për 3 muaj, unë insulinën e ka marrë prej nanës tem. Deri me një moment që e pash që duna me provu vetë, dhe kur e provova më duk shumë ma e lehtë nëse e bëj vetë. Prej aty kam fillu, po ka qenë mungesë e shiringave, shpesher ka qenë mungesë e insulinës. Më është me porosit prej jashtë, prej njerëzve që e kam pas atje. Me gjithë diku mënyrën që mos me mbet pa insulinë. Deri pas disa vitesh kur veç filloj në Kosovë me kone rregullt. Po unë fatkeqësisht nuk jam mjeku me insulinën e duhun kur veç unë kam dalë me diabet. Jam mjeku me një insulinë që ka qenë e moshave të rrituna. Kjo nuk është kanë për fajin tem ose për fajin e dikujt, po nështë pse thjesht është kanë veç ajo, mundësia, ose është kanë që nuk kam pas një huri që ekziston edhe një tjetër. Nuk muj me ditë sakt fajtorin pse ka ndodhë kjo, po një mjeku diku 8 vjetë me insulinë të moshave të rrituna. Diçka që besoj që ka sjell pasoja të mëdha te unë. Ka pas efekte anësore? Unë, të paktën unë ashtu besoj, për shkak që unë pas një kohë fillova me pas problemet shumëta dhe me shikimin. Derisa u kuptu që insulina ka qenë krejtësisht e gabume, po ajo vetë se pa të bo efektin e vetë, do më thonë efektin negativ të vetin, edhe mu ka dasht diku 5 herë me u nështru operimeve për me rikthy shikimin. Do thotë se dim që diabeti fatkeqësisht sulmon
cilin do organ të kjo ka qenë pjesa e syve dhe e shikimit, apo? 5 ndërhyrje keni pas për këtë pjesë. Ishin edhe ato në moshëm të re? Në moshëm të re këtë probleme? Të parin e kam pas në moshën 17 vjetë, edhe tash të fundit e kam pas diku para 6 vjetë, 7. Nuk e di sakt se jam botë shumë ta, po ka qenë një periudhë ku e kam provu, do me thonë, vetën në shumë mënyra, në ato të shikimit, në ato të turbolt edhe gati të erisa arrita në pikën ku gati humba krejtësisht sytë. Do thot ka arrit edhe deri në atë fazë, jo vetëm me turbolema apo pata arrit deri në fazën ku jashta derës shtëpis nuk kam arrit me funksionu. Do me thonë, nuk kam arrit me përdor as telefon, nuk kam arrit me lexu diçka, ajo ka qenë e pamundur. Thjesht jam ushqy, jam vesh, edhe mrana shtëpis sa kam mujt me funksionu. Në momentin që kam dalë, nuk ka dash dikush në ndim. Aty edhe erdhë, do me thonë, vendimi ku unë më nështru këtyne operimeve që të cilësohen si matrondat synit që janë, po fatmirësisht pata sukses sa me riksy shikimin që me funksionu normal. Fatmirësisht keni pas sukses, po keni pas shpresë, themi në ato periudha? Varsisht. Në operimin e parë, që është bote unë, jo. Nuk kam pas shpresë dhe aty e një lloj humbje të madhe se ajo mënyra që unë kam besu që mas s'ka ma pas diçka të tillë, unë edhe shkrimet e mia I kam humbë. Edhe në atë pjesë ndina keq tash kur e kujtoj, po operimet e para kanë qenë suksesshme, do me thonë. Po prapte operimi I fundit krejtësisht, prapte kam ndi një lloj, do me thonë, njëjtë sikur herën e parë, se edhe aty kam dyshu që e kam humbë synin pas operimit, po në fakt nuk ka qenë pjesë e operimit që është bërë. Dhe në pjesën e rikuperimit. Të reguat që para shumë vitesh nuk ka qenë I njohur diabeti për fëmijë në përgjithësi në Kosovë. Sot keni kontakt sa kanë njohuri për këtë pjesë dhe sa është shtuar kjo pjesë? Unë besoj që sot është shumë ka avancu kjo pjesë. Do me thonë, nështë ajo ko ka qenë që edhe mjek endokrinolog nuk e di sa ka pasë në Kosovë. Të paktën, për shembull, mu ka dashtë diku 8 vjetë për derisa e kam taku për herë të parë endokrinologun. Sot ka të shumët, edhe njerëz që prekën nga diabeti, edhe hulumtojnë vetë, edhe lexojnë vetë, po edhe ka njohuri shumë atë mëdhaja në këtë pjesë. Nuk është nështë kohë e gjatë, për shembull 20-25 vite, po që gjatë kësaj kohë gjanat kanë ndru shumë për mirë. Edhe pse edhe tash edhe numri është shumë ma I rritun e të prekunve me diabet, sidomos të fëmijët. Po pjesa me regjimin ushqimor për krejt të vite, sa ka qenë e vështirë për juve? Pjesa me ushqimin është e vështirë, sidomos kur prekesh me një moshë të re, I din gjana që I kitë ndalume, po shpesh herë ndodhë që nuk arrin me ju rezistu. Po kur kalojnë disa vite, ajo pjesë më bëhet shumë e një trajqme, ashtu nuk e ki më problem nëse ti she diçka edhe e din që nuk ban për ty, është shumë e thjesht me anashkalu. Po si fëmijë normale kam pas ma të vështirë, edhe besoj që edhe tjerë te kanë në atë mënyrë. Po unë sa kam vrejt, për shembull te unë, ushqimi nuk është kanë prej faktorëve kryesor që kam pas ndikim në luhatjen e sheqerit. Gjendja emocionale është njëna prej pikave kryesore që njerëzit me diabet I prek letë. Më thotë kur jeni ndjetë stresuar apo nervozuar, ka pas edhe luhatja apo ndryshim të nivelit të sheqerit? Pavarësisht nëse për shembull gjatë asaj dite
ka ndodhë edhe mos me hongër kur gjo, ajo gjendja të stresit, e nervozës, sa do e vogël, ose e kryon një luhatje të sheqerit shumë letë. Po, qysh në moshën 12 vjeqare, krahas gjitha atyre sfidave që tashmë vetë se ishe duke i kalu, edhe në atë kohë keni botu një libër si fëmija, apo jo, në poezi? Po, unë do me thonë prej klasës 3, dikun klasën e 6, e pata botimin e parë. Shkruja ko pas kohë, normal si që thash, poezi për fëmijë kanë qenë ato, edhe me përkrajen e mësuesit tim të parë, unë arrita me pas botimin e parë. Normal në atë kohë, edhe sot e cilësoj si një hap kryesor që unë e ka marrë, se më ka bo, tani me vazhdu tutje, edhe pse në shta libri ka qenë thjesht për fëmijë, po ka qenë hapje rrugëve të mia. Pastaj, tek pjesa e studimeve, jeni fokusu tek psikologjia, apo? Jeni psikologe e kvalifikuar sot. Që si ka qenë ndoshta si periudhë sa jeni përball edhe me paragjykime, sfida në këtë pjesë, të mësojnë hapur rrugët? Unë gjatë shkollës mesme shumë e kam pas dëshirë gazetarin. Edhe kam qenë pyse e bindun që do të vazhdoj me studiu gazetarin. Njerëzit që më kanë njoftë, tu e pa që unë po mirë me shkrime, e kam besu ato që letërsia është pjesa jeme dhe nuk ka diçka tjetër. Po në shkolle kisha një profesor të psikologjisë që mi sqaroj ke gjanat shumë njërë thjesht që edhe unë e mendova mirë edhe thash nëse studioj psikologjin, fillimisht do të ndihmoj veten, pastaj edhe tjerëve, po që në këtë pjesë nuk kam rezultu veten, nuk kam arrit me ndihmu atë sa kam prit, sa kam shpresu nëse studioj këtë profesion. Po studimet kanë vazhdu mirë, unë e kam një psikologjin si pjesë tamën, do me thonë prej momenti që kam vendos me studiu, nuk jam pishman pse kam studiu, po jam veç në atë pikën që asnjëherë nuk kam arrit me punu në këtë drejtim, ende nuk e kam pas një punë sigurume që unë të jap maksimumin të profesionin që e kam studiu. Krahas dashurisë dhe vullnetit që e keni pas për këtë punë, ka qenë, do thotë, diçka që pak a shumë ju ka ndalu, apo thjesht nuk e keni gjetur ato dyert e hapura pas përfundimit të studimeve? Jo, është kjo e dyta, nuk kam gjetë, do më thonë, vendin ku unë kisha mujt me e dhonë këtë pjesë si diçka që e kam një mrena vetës, punën me nxënës e kam pas ëndër dhe edhe sot vazhdoj edhe pse nështë ka kalu një kohë që unë kam mbaru studimet, shpresoj ende që një ditë kam e pas këtë punë. Nuk e di a e vjen rallë ajo, po shpresoj. Ka pas ndonjëherë ndonjë përgjigje konkrete apo të saktë pse e ke menduar ndonjëherë, pse pikërisht nuk po mundesh me u orientu, themi, në këtë pjesë? Unë kam, do me thonë, kam apliku në konkurse të ndryshme. Nuk kam marrë asnjëherë një përgjigje pse është jo, se diçka, po thjesht edhe unë nështë nuk e kam bosh shumë të madhe në atë mënyrën. Jam ai tipi që pres gjanat me rjedhë dhe pres me pas drejtësi një farë mënyre, jo gjithmonë me vepru në aspekte tjera. Nuk kam insistu asnjëherë të punësohem me një mënyrë që nuk është e rregullt. Kanë qenë periudha zhgënjyese, themi për ty ato, të kanë ndiku në gjendjen emocionale? Patjetër që po. Paktën një herë kujtoj kur shkova të aplikoj dhe e vrejta nga ajo punonjëse aty që, do më thonë, vendin që unë aplikoja thjesht ish njeriu në punë dhe aty unë ndjeva shumë e zhgënjyme. Pritësha që me një vend si Kosova që ish ndërtim e sipër të mos ketë kësi gjona, po ja që...
ndodhin. Sa kanë qenë shkrimet, vargjet, afërti edhe në periudha të tilla? Se për çka ka vazhdu me shkruaj Blerta? Unë them drejt, sidomos vitet e fundit, kanë qenë terapi speciale për mu. Shpesh herë kam gjetë qetësinë e vetme, do me thonë gjithë këtë rëmuj që krijohet çdo ditë me ilaçet me rregull, matjet, gjanat, shkrimet kanë qenë qetësi tamam e jemja. Unë jam fokusu ma shumë i shkrujt e dashurisë. Ato gjanat që i shkruj për, do me thonë, shumë personale, ato nuk i kam dëbëtu me asnjëherë. Mendon me i botu ndonjë? Mos t'i quaj si pjesë e errët, po ato janë shumë personale dhe mendoj që diçka që më prek veç mu nuk e di, nuk sa është e vlefshme me i botu ose jo. Po në shkrimet kështu jam fokusu shumë te pjesa e lirikës dhe shkruaj për dashuri zakonisht. E kam gjetë aty veten të paktën e kam një lidhshmëri me këto lloj shkrimesh. Nuk e di as vetë si rrjedhin, as veç ka shku mirë deri tash. Pavarësisht gjitha atyre shkrimeve, ndoshta që tregojnë edhe një anë tjetër të Blertës, ndoshta sfida, një pjesë më të errës që cekët prap Blerta ka vendosur që me u fokusu tek gjërat më të bukura, tek dashuria, lirika. Po, ajo unë 2 librat e parë, do më thoni, kam pas thjesht për zgjedhjet poezive si kanë ardhur momentet, ndërsa prej librit 3 jam fokusu ma shumë te kjo pjesë, edhe 4 librat tjera në vazhdim që kanë ardhur janë kryesisht me tematik njëjtë. Kam vendos disa tituj pak ma që për mendimin tem janë ma tërheqës për lexuesin. Ti cekim disa? Këtu kam 3 titujt e fundit që i kam. Po, unë një farë mënyrë e titujt i kam përcaktu si kur një thirrje për lexuesin nëse don me pa çka ka brenda. Ky libri këtu është libri i 5, po që se mendon si unë. Edhe për të arrit me kuptu, a mendon edhe ti njëjtë si unë, atëherë duhesh me lexu librin. Libri tjetër është Më gjej këtu, libri i fundit i botuar. Edhe kjo prap është një thirrje, tash varësisht kush kënd do me gjetë brenda librit, edhe kjo është një thirrje për lexim. Ka mendje diko? Po. Nuk e di, përcaktoj këta tituj, nështë jo shumë që lidhen me letërsinë, zakonisht qysh vendosen titujt e poetëve, ata që kanë studiu letërsinë, unë jam pak ma e ndryshme në këtë pjesë. Do thotë edhe tek pjesa e gjetjes së titujve, shkrimit në përgjithësi, ka kriju Blerta të themi profilin e saj, apo jo? Si mendon që paraqitet tek publiku? Si mendon që është publiku Blerta? Unë, në përgjithësi, do me thonë shkrimet i kam pas njerë si qetësi të brendshme, si emocion të amin, edhe nuk e kam pas shumë për bazë se qka mundet me mendu tjetëre për shkrimet e mija. Tek e fundit ajo është pjesës e cilit që shkruan, ndjenje se cilit, edhe nuk do me thonë që pa tjetër unë duna me i përmbush rregullat e shkrimit. Po në këtë pjesë kam shkutu avancu, edhe marrë mendime pozitive gjithmonë, edhe kritikat, sa herë i kam marrë, jo mundu me u përmirësu në atë pjesën që e kam marrë kritikën, kështu që besoj që po shkon mirë, dhe pavarësisht që thuhet që poezia nuk lexohet shumë, është e vërtet që librat me poezi nuk shiten shumë, po unë e vrej që leximi për shembull veç në rrjetet sociale është i kënaqshëm, kisha me thonë. Nështë jo shumë, po është i kënaqshëm.
Për shkak që i përmendë rrjetet sociale, ka ndoshta shpesh persona që të shkruajnë dhe kërkojnë ndoshta një poezi për një temë të caktuar nga te? Jo, me kërkesa jo, kështu nuk është që kam pas. Unë thjesht shkruaj ajo që ka rrjedh brenda me emocionet e mia, ndjenjat e mia, po që kur postoj her pas here, marrë komentet mira, tash edhe kritikat, gjithmonë i ka marrë për bazë, nuk është se i ka marrë për të madhe, dikush më ka kritiku edhe ma ka pas sinati. Jam mundu me përmirësu vetën atë pjesë. Cili është personi i parë që e ndan librin me të fazbëtimit? Personi i parë, nuk e di zakonisht librat e parë i kam dërgu në familje. Unë prej librit të dytë deri te libri i tretë kam pas, domethënë, një periudhë 10 vjeçare ku nuk kam botu. Edhe kur kam vendos me botu librin e tretë, nuk kam tregu, kam dasht babit me i bo surprizë, edhe ajo është kanë personi i parë. Edhe librat në vazhdim, nuk e di pse, po e një që ai duhet më kanë i pari që e ka librin të më dorë. Nështë pse është kanë prej shtytësve kryesor që unë me vazhdu këtë rrugë. Pas 10 viteve pa botuar asnjë libër, e cekët që pastaj erdhi botimi i parë, cilit ja dhuruat babait, për juve çfarë emocioni ishte? Unë e vendosa krejt rastisht, se shkruaja her pas here, po e pata mendu që këtë pjesë e kam mbyll. Edhe erdhi moment, e pash një shpalljet një konkursi edhe kisha një poezi. Ta dërgoj ashtu. Pastaj u takova me organizatorët edhe ish pjesa ku nuk njësha me ta dhe po thonë po ti pas ke botime, pse nuk vazhdon me botu. Kom hek dorë për kësaj pjese. Jo se ki poezit mira kështu dhe vendosa aty për aty. Edhe momentin që vendosa me botu, vendosa dhe mos me tregu deri sa të finalizoj librin, kështu që mirë pa të shku ajo pjesë. Unë e quj shumë herë ato libri rikthimit, nuk e kam këtu, është fjalë shpirti. Se aty kam nxjerr disa gjana që ndoshta me të vërtet mu ma kanë dhënë atë qetësinë që kam pas nevojë me ndjej. Thot pas 10 viteve, krejt ato fjalë shpirti, ka pas dhe pjesë tamam nga shpirti i Blertës, apo jo, që pak a shumë je mundu me të regu një pjesë të ndën aty. Po, do me thonë, e prej asaj pjese, unë tani u fokusova totalisht në këto lloj shkrimesh, edhe besoj që jam rrit. Do me thonë, sikur fëmit, edhe unë në çdo libër kam pas ato rritjet e mia, si në aspektin letrar, si në avancimin e poezisë. Po, e përmendët edhe kritikët. Sa kemi kritik letrar në Kosovë? Me të drejtë nuk e di, nuk muj me përgjith sakt në këtë pjesë. Nuk është që s'ka, po nështë tash njerëzit që shkruajnë janë aq të shumt, sa ndonjëherë është vështirë me ndo cilat shkrime ja blejnë edhe cilat jo. Kështu që kritika besoj që duhet me qenë pak ma strikte në këtë pjesë. Nuk e di sa është aktive, po që nështë me qenë me një nivel pak ma të lartë kështë qenë ma mirë. Po, ka fillu me ndryshu për tashe sa vitit të marrë parasysh që poezia, botimet janë pjesë e jote, qysh prej fëmiris, ke mujt me vrejt për këto kohë ndryshime apo zhvillime në këtë pjesë, qoftë tek publiku lexues e qoftë? Po, normal që vrehen, për shembull vrehen edhe shkrimat e njerëzve që kanë fillu tash me shkru, se ka shumë gjana që e bojnë diferencën, po tash unë nuk muj me folë si një kritike, pasi që kjo nuk është fushë e jemja, po besoj që është e nevojshme edhe ma shumë e qenë kritika
Për me përmbyll kështu bisedën mundemi me lexu ndonjë prej poezive që Blerta e ka më për qefe? Unë poezit nuk është se i ndaj, po mundohem me gjetë një poezi shumë të shkurt, pasi që është poezia e pres. Dorën tënde në trupin tim ka shumë kohë që nuk e ndjej. Ditët iken, vjesht e trisht, unë të ndjej dhe nga larg të ndjej. Fryma jote që më ngro shpirtin